Qëllimi i taksës është për një zonë të caktuar të Prishtinës, nuk është për krejt Prishtinën, është për zonën e unazës brendshme të kryeqytetit, zonën qendër, ku ngarkesa në trafik është shumë e madhe, po me reformat që po i bëjmë me transportin publik urban, ku do të dedikojmë shirita të caktuar për autobusët e transportit publik urban, domethënë në autobus lokal, në cilët udhtojnë 80.000 deri 120.000 udhëtar mbrana ditës, çdo ditë. Ngarkesa ka më qenë edhe më e madhe, sepse minus një shirit në secilin drejtim, do të jetë ngarkesë shumë më e madhe për gjitha vetura tjera, edhe kjo mandej ka më kriju edhe frustrim edhe prandaj po mundohemi që zona qendër më u përdor më pak, edhe atëherë që përdoret ngarkesa që i krijohet qytetit, edhe qytetarëve që bashkëtojnë këtu, me pas një taksë e cila pagun. Taksa nuk është 10 euro, është 10 euro për kamionat, do të jetë për kamionat e rënd, do të jetë për autobusat që janë të vjetër, nuk i përmbushin kriteret, pastaj do të ketë kategorizime të tjera mrena taksës, për shembull mundet mu liru veturat elektrike, po kjo është çështje krejt e ndëgjimit publik edhe argumentimit. Prandaj është në ndëgjim publik, do të jetë deri me 24 qershor në ndëgjim publik. Na i presim komentet e njerëzve, i presim argumentet kryesisht, edhe në bazë të atyre argumenteve do të finalizojmë dokumentin e fundit që shkon në asamble, që shkon dikun korrekt për me u aprovu. Për shembull, nëse vjen një qytetar i PS edhe është drejtuar dhe vjen te parkingot e Pallati i Rinisë mbrapa edhe i bjen prej urës madhe, i bjen në rrugës së Kurudhës, nuk i bjen me pagu hiç. Deri te parkingut e Pallati i Rinisë. Po nëse do me hy në qendër, me shku te kafet e vogla me hi me kerr mrena, ka mira me pagu. Është element i ngarkesës që bëhet në rrugë të qendrës, sepse aq është kapaciteti i rrugëve me pranë. Na i kemi diku 140.000 vetura që hyjnë në Prishtinë, krejt Prishtinë mrena ditës, po i kemi këto zona qendra, kemi jashtëzakonisht shumë vetura, edhe në mrena një rrugë, për shembull te Rami Sadiku për marr shembull, mrena orës na i kemi 40 autobusa lokal që kalojnë. Domethënë, pothuajse çdo minutë ka një autobus lokal që kalon atë rrugë. Domethënë ka shërbim të transportit publik urban. Njerëzit kanë me çka me ardh, kanë me çka me lëviz, edhe kanë me çka me mrri në vendet e punës ose në destinacionet e tyre. Nuk jemi të na lëvizjen e lirë, po nëse ti po don me hyj edhe gjithçysh po do me hyj edhe me mrri te kafja, me kerr ose te institucioni drejt në der, atëherë është çështje tjetër që taksohesh. Taksohesh sepse po i krijon një ngarkesë krejt qytetarëve, edhe jo vetëm Prishtinës, por krejt qytetarëve që jetojnë e punojnë në Prishtinë. Është ngarkesë që po ja krijon krejtve. Na jemi në dëgjim publik, dëgjimi publik është i hapur, na kritikat i pranojmë, po kritikat duhet më shoqëruar me argumentim. Por me mujt na me vlerësu pse kritika ka vlerë, duhet me qenë argumenti ose kundër argumenti. Edhe dalemi shqyrtojmë secilën prej tyre. Ne jemi të kriju një lloj databaze të kritikave që mundemi me i mbledh. Kritikat normalisht mbledhen në formë zyrtare, në sajt të qeverisë, është sajt kombëtar i konsultime publike, po jemi të i mbledh edhe prej rrjetave sociale sa po mundemi me mbledh argumente e kritika që njerëzit po shkruajnë edhe me cilë nga njerë edhe po hyjmë debat. Këto taksa shkojnë direkt për komunën e Prishtinës, fitim nuk mundemi me qujt, po janë taksa të cilat do dedikohen për investime në komunën e Prishtinës, janë taksa që do dedikohen për ndërtimin e unazës jashtë në Prishtinës, që rregullojnë jetën edhe qarkullimin, lëvizjen e qytetarëve mrena Prishtinës. Është taksë mandej që dedikohet për transportin publik urban. Më thonë që mi kriju njerëzve alternativa të lëvizjes, një flotë moderne, shirita dedikum të komunikacionit, ku ti nisësh prej një adrese në një adresë tjetër mrena, një lokacion në një lokacion tjetër mrena qytetit, edhe më rrinë pa pengesa, nuk ta zën kërkush rrugën, më thonë autobusi ka prioritet. Edhe unë po e them, po e ripërsëris, sot kemi 120.000 udhëtar mrena ditës që shfrytëzojnë autobusat lokal. Janë 120.000. Pse me vujt 120.000 udhëtar prej 120.000 kerreve? Kur na mundemi përmes edhe kësaj taksës edhe krejt investime tjera, edhe me rrit flotën, me rrit edhe numrin e autobusave, me shtu frekuencën, me shtu edhe numrin e udhëtarëve që udhtojnë, komutojnë me këta autobusa, përveç kësaj me modernizu flotën edhe me u dhënë njerëzve komoditet që me hyp në autobus edhe me dal, mos me qenë shumë ngusht, mos me qenë djersitën,
mos me ardhë era të gjona tjera. Për sa kohë është në dëgjim publik është gjithçka e ndryshueshme në momentin që ka argumente taksa edhe tërë, nuk është e përcaktuar e fiksuar edhe tërë. Kryetari e ka thënë edhe disa herë tjera në publik që taksa do të jetë 1 euro ose 2 euro. Përveç nëse na vendosim me bo nazën e jashtme mrena një viti, po na s'kemi vendosur me bo nazën e jashtme mrena një viti, kështu që nuk është taksa veç e dedikuar për atë punë. Prandaj mundësi ka që taksa të jetë shumë më ulët, mrena soza dhe normave që i ka deklaruar kryetari më herët, por do ketë taksë jashtëzakonisht shumë të lartë për vetura që nuk i përmbushin kriteret mjedisore edhe standardet evropiane. Për këto vjetrat apo? Për ato shumë vjetrat që.